Drejtuesit më të lartë botror të autoriteteve mbikëqyrëse të sigurimeve zhvilluan për herë të parë konferencën e tyre vjetore në rajonin e Ballkanit, duke zgjidhur Tiranën për të mbajtur këtë aktivitet ndërkombëtar. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama theksoi se pasojat e rreziqeve globale, përfshirë ndryshimet klimatike, janë më të forta për ekonomitë e vogla. Ai shtoi se shpesh mungon rezistenca financiare dhe mbulimi i nevojshëm i sigurimeve, çka i bën vendet si Shqipëria të ekspozuara ndaj krizave ekonomike dhe sociale. Duke mbledhur bashkë burime, duke harmonizuar politikat midis vendeve, ndërtojmë një përgjigje më të fortë ndaj krizave, një qasje mirë koordinuar ndaj ndarjes së riskut, sidomos përmes qeveridheve dhe partneriteteve me sigurimet, si politika për katastrofat kombëtare apo risigurime të përqendruara në bujqësi, sjellin si rezultat zgjerimin e mbulimin, uljen e primeve dhe përshpejtojnë proceset e rimëkëmbjes. Rama u ndal edhe tek zgjidhjet e mundshme, duke theksuar rëndësinë e harmonizimit të politikave mes vendeve dhe partneritetit me sigurimet. Për ekonomitë më të vogla, pasojat e këtyre rreziqeve globale janë të amplifikuara, ndërkohë që përballen me të njëjtat kërcënime. Si vende më të mëdha, shpesh na mungon rezistenca financiare, forca institucionale dhe mbulimi i nevojave i sigurimeve që t'i përballojmë ato. Vitet e fundit na kanë treguar se sa shpejt mund të trazojnë krizat ekonomike tona, të ndikojnë vendet e punës, të sfidojnë shërbimet publike e të stresojnë komunitetet tona. Ai shtoi se politika të tilla mund të përqendrohen te sigurimet për katastrofat kombëtare, risigurimet bujqësore dhe mbulimi i pronës, duke ulur primet dhe përshpejtuar proceset e rimëkëmbjes pas krizës. Sipas shifrave zyrtare, vetëm 5.4% e banesave në Shqipëri janë të siguruara kundër katastrofave, kryesisht në Tiranë, ndërsa sigurimi i automjeteve është më i detyrueshëm dhe praktikisht i përhapur në të gjithë vendin. Ky tregues tregon se ndërgjegjësimi për mbrojtjen e pasurisë personale ndaj rreziqeve natyrore mbetet ende një sfidë për vendin.